Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi sërish në ambientet ku Vllaznia po përgatitet për prag sfidën me Interin. Do të jetë nesër mbrëma në këtë orë pikërisht një super sfidë Europa Cup turi 2 Inter Vllaznia në futboll për femra. Kam të pranë një emër shumë të njohur të medias sportive, profesor doktor Gjerdet Zeka, i cili ka udhëtuar me delegacionin sportiv shkodran dhe na jep një koment apo një analizë të kësaj praktikisht si e gjikon takimin për nesër. Në thënë të vërtetën jam optimist. Shikoj një Vllaznin më të mirë që kam parë deri tani, me pika të forta, sidomos sporta dhe pozicione dhe tjera. Pash nga bisedat me Megin, por dhe me futbollistët e tjera, pash janë shumë optimiste dhe për këto. Nuk mund të rezistoja ftesës presidenti Lazar Matia, miku tim të mirë, të shtrenjtë, sepse këtë radhë vi me optimizëm që edhe pse ka përballë një Inter, mund të bëjmë atë që ditë bëjë Vllaznia në momentet e duhura, atë që kërkon qyteti Shkodrës, atë që kërkon futbolli shqiptar, të bëjmë surprizën. Ose të tregojmë që me vërtet jemi ekip që siç nuk na trembi apo siç lutëm denjësisht me ekipe më të mëdha, shumë më të mëdha se Interi, me Chelsea, me Lyonin, me Paris Saint-Germainin dhe sidomos Real Madridin, Interi nuk është i atyre niveleve, edhe pse ka fituar ndeshjen e fundit 5-0. Gjithsesi nën kampione e Italisë, skuadra nën kampione e Italisë përballë Vllaznisë nuk është pak. Unë jam brenda meje pak optimist. E thash, jo vetëm aq, po ndeshjen e fundit, në ndeshjen e parë të kampionatit, Interi fitoi 5-0 me Ternanën, në fitore. Zeke, ne intervjuam pak çaste me herët edhe trajnerin e Vllaznisë Nikolin Leka dhe kapitenin e ekipit Kuçiblu Megidoçi, dhe tek ato vum re një optimizëm, edhe pse kanë përballë një Inter, ato siç thatë ju kanë luajtur edhe me ekipe edhe me emër edhe më të forta dhe kërkojnë ta sfidojnë nesër mbrëmje në këtë stadium. Shiko, Vllaznia ka një problem që duke qenë se kampionati në Shqipëri përveç Ignatias për femra po flasim, ishte gramshëm, por që s'është më gramshëm, por edhe pa 2-3 skuadra, konkurenca edhe disniveli i kampionatit në Shqipëri nuk jep mundësinë Vllaznisë të jetë e gatshme për të sigurojë një vazhdimsi me skuadra të forta. Gjithsesi, ky optimizëm vjen sepse ato e shohin dënien e tyre, vinë në një kampionat që ka filluar, që më përpara se sa ekipi i Interit, natyrisht unë jam optimist, kur them optimist jam që Vllaznia do të luajë pa frikë në këtë kuptim. Për ta mbyllur, Gjoda, me shifra, do dalim ndoshta një parashikim, edhe pse nuk e keni shumë për çef këto parashikimet me shifra. 2-1 për Vllaznin. 2-1 për Vllaznin. Ose edhe 1-1. Bravo Gjoda Zeka. Shpresojmë që urimi juaj urimi që të Zeka të dalë për nesër, Vllaznia të fitojë 2-1, nëse fiton 2-1 atëherë meriton përpost respekti dhe diçka më shumë profesor Zeka. Vitin tjetër Vllaznia të ketë dhe Gnatien femra në për Europë, një gjë e mirë për femra. Edhe falenderoj tifozët shkodran, dhe uroj shumë fat me skuadrën shumë më mirë që kanë, dhe uroj shumë fat Vllaznisë, sepse në të vërtetë tregojnë atë sportivitet dhe atë objektivitet dhe kanë duar trokitur disa herë Vllaznin dhe tash edhe pse na rrajnë prapë na duar trokisin. Sa po mbyllim pra lidhjen e drejt për drejt me gazetarin e njohur sportiv Gjerdet Zeka, që është një herazi edhe drejtues i marrëdhënieve me publikun në klubin e futbollit Ignatia, që po bën mjaft mirë. Faleminderit profesor. Gjithë mira. Sukses.